10 tetor, ngrihuni për vendin tuaj. Presidenti Trump nuk e ka marrë çmimin Nobel. Kjo pritej. Bill O'Reilly thotë që Instituti Nobel duhet mbyllur. Në fakt nuk ka ndodhur më parë që dikush të bëj lobbying të madh dhe të deklarohet përpara për të marrë çmimin Nobel. Kjo ndodhi me presidentin Trump. Por duhet pranojmë që Trump është nga presidentët që punon më shumë dhe po ecën me një shpejtësi të madhe. Pra, ajo marrëveshje e bërë në Egjipt midis Hamasit dhe Gazës është për të qetësuar situatën dhe potencialisht mund të shkojë drejt paqes. Nuk është e lehtë të arrihet paqja midis dikujt i cilësuar si kriminal për genocid si Netanyahu dhe terroristët e Hamasit. Çmimi është i shtrenjtë. Do të lirohen nga burgjet në Izrael 2500 vetë, ndërta 250 të dënuar me burgim përjetshëm terrorist. Personi që organizoi masakrën e 2 vjetë më parë ka qenë dikush që është liruar nga marrëveshjet e mëparshme. Pra, kjo është diçka që mund të zgjidhë atë situatë të keqe. Ndërkohë që vazhdon sulmet Putinit në Kiev, ka pasur të plagosur, kjo është thënë nga majori Klitschko, dhe ajo që më vjen mirë, Amerika ka vënë sanksione ndaj Serbisë, sepse një kompani nafte prish sanksionet ka bashkëpronësi me Rusinë. Nga ana tjetër, si vllau i Ramës, Vučić, ka shprehur indinjatën e madhe që Turqia i ka shitur Kosovës me mira dron. Një vend i NATO-s, sipas Vučić, nuk duhet ta bënte këtë. Trump duket se vazhdon me planin e tij për të burgosur kundërshtarët e tij politik, siç thotë Majta, dhe e akuzuar tashmë është Letitia James, e cila ka qenë prokurore përgjithshme në New York, me votë, mbështetur nga Soros, e cila ka pasur platformë që do të luftojë zotin Trump. Dhe ka ndëshkuar me rreth $1 trilion gjob, edhe pse është në apel. Ajo ka shkelur ligjin duke përfituar $18.933, duke marrë një uha bankare për blerje shtëpie, duke mbushur informacionin sikur rezidenca e saj është në Virginia. Pra si Kami, si James, akt padia është bërë në Virginia, ku është gjetur një prokurore e sapo emëruar nga zoti Trump, pa përvojë, ka qenë avokate siguracionesh, por që ka pranuar të jetë besnike për të quar përpara jurist madhe, edhe pse Virginia është vend liberal, si do thoshte prokurore e përgjithshme Bondi, dhe këto shkojnë në gjyq. Në qoftë se case-i, çështja, akt padia është e dobët, siç është rasti, e kam thënë, ish drejtori i FBI-t Comey, do të bjerë në gjykatë. Por Trump duket se ai statusi në Truth, ku jep dhe urdhra Bondit, në fakt ka qenë një mesazh, siç thot Wall Street Journal, për prokurorin e përgjithshëm, gabimisht e kanë nxjerrë atje, dhe radha tani duhet të jetë me senatorin Schiff të Kalifornias. Shpresoj që të jetë Soros dhe McGonigal. Do deshte zoti që t'i hapej Adamsit, edhe pse është mbyllur akt padia, ka qenë me 56 faqe. Tani çfarë po ndodh me zotin Trump? Media e majtë është tërësisht kundër tij. Edhe media e djathtë, pronë Murdoch, i cili e urren zotin Trump, bashkë me disa miliarderë të tjerë. Ai vepron në 2 mënyra Murdoch. Tek Fox News digital në artikuj e ofendon, e shan e godet me pollet e ndryshme. Tek emisionet që kanë Fox News në prime time është propagandë pro zotit Trump, sepse janë shikuesit e magës dhe Murdoch fiton miliarda dollar. Vetëm nga Bill O'Reilly në Fox News, siç më ka theksuar Bill O'Reilly, kanali ka fituar $1 miliard reklama gjatë kohës që ai ka qenë autori i emisionit atje. Në Wall Street Journal, gazetë e vetme e djathtë në Amerikë për momentin, Murdoch e godet në mënyrë të ashpër presidentin Trump. Kanë nxjerrë atë sketchin kur ka uruar Epsteinin, Trump e ka hedhur. Përse? Maga nuk lexon.
Maga shikon vetëm 2-3 emisionet e Fox News, pra ai luan me 2 porta. Ndaj, zoti Trump shpeshherë thotë që I hate Fox News, e urrej, ka ndalë kundër nesh dhe ka shumë drejt. Janë dhe disa media periferike të djatha online që nuk kanë ndikim rëndësor. Ndërkohë, në qoftë se duam të bëjmë një paralele midis Shqipërisë dhe Amerikës, Gjykata Supreme ose Gjykata Kushtetuese në Shqipëri. Me çdo vendim që merr zoti Trump, një gjyqtar federal, distrikti kudo, e ndalon dhe hedh poshtë. Për shembull, kërkon të nxjerrë trupat ushtarake në Chicago, një gjykatës distrikti e ka pezulluar për 2 javë. Kjo ka ndodhur dhe në Tiranë, edhe pse ne kemi një president dobët pas një fuqi dhe kemi një gjykatë kushtetuese me një kushtetutë që opozita nuk e ka njohur kur ka kaluar. Sepse dihet kushtetuta u kalua nga grekët, nga Likurzës, dhe Shqipëria ka nevojë për një kushtetutë të re, mendimi im. Trump sot do të jetë në vizitën mjekësore tek spitali Walter Reed, ka ngritur dyshime pse, sepse analizat janë vjetore. Shtëpia Barr thotë që është kjo një herë në 6 muaj. Ka pasur probleme herën e fundit, ka akuza nga media që vazhdojnë të thonë Hitler, terrorist, që mund këtë pas ishemi, goditje të vogla, dhe herët e fundit është parë që dikush që në qershorin që vjen mbush 80 vjeç. Por megjithatë është shumë energjik, shumë aktiv. Nga ana tjetër, duket se zoti Trump ka deklaruar se ka ndaluar 7 luftra, por nuk është faktikisht kështu. Ka ndikuar pa diskutim tek marrëveshja paqes Irani me Izraelin, tek Armenia me Azerbajxhanin kur i ka thritur në Shtëpinë e Bardhë për të bërë firmosje, Egjiptin me Somalin për të zbutur gjakrat, Indin me Pakistanin, India thotë jo. Por gafa e tij ishte kur thotë që ndalove luftën midis Serbisë dhe Kosovës. Nuk ka pasur luftë. Ndërkohë duket që e majta amerikane po ngren një tymnaj si konfederat, si një prag lufte civile, kundërshtim masive ndaj çdo urdhri ekzekutiv që zoti Trump merr për të dërguar forcat ushtarake për të kontrolluar rendin. Trump ka të drejtë. Partia Republikane themelet e ka pikërisht tek sundimi i ligjit. Trump fillimisht nuk ka qenë republikan, ka qenë donator i madh i demokratëve, por tashmë tërësisht agenda e tij është nën kontrollin e projektit 2025. Projekti i Heritage Foundation, baza, themeli i konservatorizmit amerikan, dhe personi me më shumë pushtet në Shtëpinë e Bardhë është zëvendës shefi i kabinetit Stephen Miller. Politikat përpilohen nga ai, firmosen nga zoti Trump, i cili është, e them edhe një herë, shumë aktiv, dhe me këtë ulje në tryezë të Hamasit me Izraelin, duke përfshirë vendet arabe, duhet pranuar që ishte i suksesshëm. Pra, bota, lindja e mesme, Netanyahu, Hamasi shikojnë tek Trump një fuqi, një forcë, siç e kanë parë liderit e Europës gjithashtu. Nuk besoj se lideri i Surrelit do të guxojë të tallet përsëri me zotin Trump, se ajo është tallje që ti nuk bën paqe bashkë me Macronin. Por personi është i suksesshëm në një konflikt biblik, Palestinë dhe Izrael. Natyrisht që ajo që Izraeli ka bërë për 2 vjet është genocid. Por masakra e Hamasit ishte e tmerrshme. Është e vështirë që të gjesh pozicionimin. Unë kundërshtoj dhe masakrën e Hamasit, por dhe genocidin e Netanyahu. Do të huazoj disa fjalë nga Tucker Carlson, një gazetar me potencë, që thotë Netanyahu është një djallëzor, i cili i shërben vetëm Izraelit, kundra Amerikës, kundra çdo gjëje, dhe është rrezik në territor. Ai pranoi të gjitha kushtet që vënë të plani 20 pikësh pikërisht për të marrë zgjedhjet e tjera, edhe pse është i akuzuar për korrupsion,
edhe pse ka të djathtë në qeveri që mund të argëzojnë. A mund të ketë paqe midis Palestinës dhe Izraelit pa u zgjidhur çështja palestineze? Jo. Unë me mend që fëmijë Palestinë-Izrael, vrasje, lufta, bomba, paqe, kthehen pra shkojnë mbrapsht. Pa u zgjidhur çështja e atij populli të nëpërkëmbur nuk ka për të pasur paqe kur. Duke se politika amerikane jo se është peng dhe kontrollohet nga Izraeli, po ka lëshuar një akses të madh, sepse AIPAC janë miliona dollar të paguara në Kongres dhe në Senat, sepse kur themi interesi kombëtar i Amerikës, interesi kombëtar mblidhet tek grupet e interesit, korporatat, të pasurit, pra interesat e tyre. Dhe një vend të varfër dhe pa paur si Palestina nuk e shikojnë si interes kombëtar. Fatkeqësisht. Ky është fakt. Po lëvizjet e Macronit e disa liderëve të tjerë për njohjen e shtetit Palestinës bën që zoti Trump ta lërë si mundësi më vonë vendosjen e tij dhe vuri si kush që të mos largohen nga Gaza popullsia e marr peng e Palestinës. I kthejmë dhe njëherë gjyqeve, mund të jenë gjyqe politike, ka ndryshuar paradigma e departamentit drejtësisë. Nuk mund të jepte urdhra kur presidenti prokurorit përgjithshëm. Me Trumpin, çdo antar kabineti është si ushtar. Do të kenë pasoja më pas drejtori i sotëm i FBI, prokuroria e përgjithshme, me këtë lojë që po luan zoti Trump, kam frikë se po. Ne na intereson që Soros të shkojë para bankës të akuzuarve. Na intereson që McGonigal gjithashtu të rihapet dosja, edhe pse është vetëm për çështje New York dhe në Washington ku është Rama. Të mësojmë sa më shumë. Unë kam pasur shumë akses përmes disa gazetarëve me emër në Washington dhe shpresoj që përsëri, nëse se kjo çështje hapet, do të mësojmë më tepër. Ja them edhe një herë mos dëgjoni mendimtar që nuk e njohin kënd vetëm fare, nuk është 16 faqe dosja. 16 faqe ka qenë akuza. 13 herë është përmendur Rama në New York, jo në Washington. Fakt. Lidhur me prallën tjetër që i smuri Europës Juglindore, gjoja me të akuzuarin me 56 faqe në akt padi Adams, se do të vendosin për herë të parë linjën direkt Tiranë-New York, unë i them se kam udhëtuar direkt që në 1993 në Korrik. Një djalor shqiptar, fotosylla, kishte bërë një Arbri Airlines që shkonte direkt në New York, edhe pse nuk kishte shumë shqiptarë që kishin viza së kohë, sapo kishte filluar green card. Dhe kur jam kthyer mbas një viti, linja nuk funksiononte më. Në vitet 2000 ishte një shqiptar tjetër, Hila, nga Brooklyn, që mori një avion me qira, e provoi, ishte e vështirë që të gjejnë numri i udhëtarëve. Ne nuk kemi linjë ajrore kombëtare, siç ka Serbia, Somalia, mund të ketë Etiopia. Pra duhet parë interesi ekonomik, a mund ne të kemi aq shumë udhëtar çdo ditë, a mund të funksionojë vetëm një herë në javë, prapë do të jetë me avion me qira. Do të ishte shumë mirë që të kishte linjë direkte, të na shkurtonte të paktën 3-4 orë, sepse një udhëtim deri në Londër shkon 7 orë, do presësh 2-3 orë, pastaj 3 orë tjera, mund të shkosh në Frankfurt, mund të shkosh deri në Rom dhe për Rom vjen për 1 orë, por deri në Rom pra është e largë, do të ishte diçka pozitive, pa diskutim, por që të përdorësh një afrikan-amerikan, një ikje, ta shesësh se ai po vjen për të nxitur turizmin në New York, e pa kuptim, dhe ta dërgosh me helikopter ushtarak në Vlorë, tregon që ke pazare. Tregon që ke pazare, sepse ka kohë që thuhet që Rama i shpërblen atë Lady Macbethin e Exxonit me gur të çmuar, jo më me kesh. Dhe sa herë që vin këtu janë përgjuar nga FBI. Rama është izoluar nga kjo administratë. Përfaqësuesja e Trumpit është e ngarkuar me punë. Nuk ka bërë asnjë takime. Ka takuar ministrat rreth taborit, ka shkënë te presidenti. Amerika duhet ta njohë realitetin ashtu siç është dhe në funksion të platformës së re të presidentit Trump. Deri tani nuk ka qenë. Mungon një nominim për ambasador.
U përfol Adams kur u tërhoq nga gara për New York se do t'i afrojë një post ambasadorit diku si karamele, ndërkohë që zoti Trump nga 191 ambasador ka emëruar vetëm 66. Nga këta vetëm 6 janë ambasador karriere. 60 janë politik, ata që kanë bërë donacione nga 1 milion, 2 milion e më lartë. Pra, 90% e emërimeve janë politike. Tek emërimet që mbesin do të jenë të karrierës. Në Shqipëri, ne nuk e kemi nivelin për të patur emërim politik. Nuk ka ndodhur ndonjëherë. Natyrisht që departamenti do të përzgjedh tek ajo trup. Është me grada në departament. Kolonel, general, që ka. Jurekim doli, e pa që nuk e donte njëri për ambasadorët. A do të na vi niveli ullët si që ka ndodhur rëndom, apo do të kemi si Jeffrey, si Rice, apo si Ryerson. Një ambasador profesionalisht i lartë do të ishte një ndihmë e madhe për Shqipërinë në këtë kohë që kërkon të shkëputet nga marrja penge politikës 30 vjeçare të njerëzve kusar, hajdut, vjedhës dhe në ndrejtimin 12 vjeçar të një ministri që mund të jetë çdo gjë, por nuk është pro-shqiptar. Në fund e njerë, kam pasur kërkesë për intervistën e Bolton, riparimet në audio, sepse kemi qenë live. Ju falenderoj. A mendon se Trump kishte drejt në atë fjalim? Se unë mendoj se shumë nga ato që tha ishin drejta. Unë do të pajtohesha më shumë nga pjesa tjetër e tij. Gjatë fjalimit pothuajse nuk kuptoja. Nuk isha i sigurt saktësisht për çfarë pikash po fliste. Dhe nuk mendoj se i ndihmoi atij ose vendit ndërkombëtarisht. Në Shqipëri. Në barë. Por nuk mendoj se kjo do të thotë që Trump ka ndryshuar në mënyrë themelore Partinë Republikane. Mendoj se ka shumë rezistencë ndaj shumë gjërave prej tij që ai bën. Por politika është në mënyrë që të jetë shumë e vështirë për anëtarët republikanë në Kongres të ngrihen dhe ta kritikojnë. Ai ka qenë jashtëzakonisht me fat sepse Partia Demokrate është kaq e paaftë. Shumë njerëz po pyesin me të vërtet pyetjen a do të mbijetojë Partia Demokrate, sepse vetëm energji dhe entuziazmi i tyre vjen nga krahu ekstrem i madh i Partisë Demokrate. Ambasador mendon se Departamenti i Drejtësisë po ndryshon paradigmën e tij. Pas skandalit Nixonit, nuk kujtohet në një president që t'jap urdhra prokurorit përgjithshëm. A do të dëmtojë kjo shumë Amerikën? Por unë parashikova gjithçka fatkeqësisht fillim të vitit 24, në librin tim për media, unë thash se mendoja se nëse Trump do të rizgjidhej, ai do të sillte një presidencë të hakmarrjes. Dhe kjo është ajo që ka bërë. Nuk është vetëm në trajtimin e Departamentit të Drejtësisë, por edhe mënyra se si ai sillet me kryetarët e qyteteve, guvernatorët, me pyetjen e prerjes fondeve qeveritare për programe të ndryshme. Kjo është si thënia e një diktatori latinoamerikan, diku rreth mënyrës se si qeveria ti funksiononte. Ai tha, për miqtë e mi, gjithçka, për anë miq, ligji. Dhe kjo duket sikur është administrata Trump. Pse po e bën atë? Duke shkuar kundër armiqve të tij politik, vetëm për të zvendosur agjentën e dosjes Epstein, apo thjesht i pëlqen shumë të vendos njerëzit kundërshtar në burg. Mendimi im është se kjo padyshim është pjesërisht për të shpërqendruar vëmendjen nga dosja Epstein. Kjo është një arsye pse dhoma e Kongresit nuk është kthyer së fundmi nga pushimet, sepse nëse e bëjnë, një anëtar i ri i zgjedhur në një zgjedhje të pjesme, një javë më parë, do të betojë dhe ky do të jetë votimi i shumicës për ta zhbllokuar dosjen Epstein. Nuk mendoj vërtet se Trump ka një filozofi. Nuk mendoj se ai madje bën politik në mënyrën se si ne normalisht kuptojmë këtë fjalë. Mendoj se ai shikon gjithçka përmes prizmit të marrëdhënieve personale dhe kjo shpjegon shumë rreth përpjekjeve për hakmarrje. Nuk mendoj se ai e ka lexuar librin tuaj, por mendoj se ai nuk dëshironte që libri juaj të publikohej para zgjedhjeve.
E mendoj tani se si ai u përpoq të ndalonte botimin. Ai shkoi në gjykatë për këtë. Ai humbi dhe tha që ka shumë informacion të klasifikuar në libër, por pastaj tha që nëse dëshiron mund ta publikosh librin pas zgjedhjeve, por jo para zgjedhjeve. Kështu që kjo tregon gjithçka. Ambasadora, mund të më shpjegosh diçka? Departamenti Amerikan i Shtetit tha se po vendosin një pezullim për firmosjen e partneritetit strategjik me Kosovë. Ç'do të thotë kjo? Unë nuk jam i sigurt nëse ata vetë e dinë domosdoshmërisht se çfarë do të thotë kjo. Mendoj që mungesa e vëmendjes ndaj Ballkanit ose ndaj shumë zonave të tjera të botës po bëhet gjithnjë më e dukshme. Me sekretarin e shtetit, që është gjithashtu këshilltar i sigurisë kombëtare, dhe me stafin e Këshillit të Sigurisë Kombëtare të reduktuar ndjeshëm, thjesht nuk ka koordinim nëpërmjet departamenteve dhe agjencive të ndryshme që merren me sigurinë kombëtare në Shtëpinë e Bardhë. Pra gjërat ndorin dhe askush nuk e ka të qartë nëse ky është një vendim presidencial, vendimi i departamentit të shtetit, apo i ndonjë burokrati në departamentin e shtetit ose në departamentin e mbrojtjes. Kjo ka filluar të shkaktojë probleme të mëdha. Mendoj se fatkeqësisht do të shkaktojë më shumë probleme me kalimin e kohës. A e mendoni tani për shkëmbimin e trojeve diku në Kosovë dhe Serbi? Kohët e fundit po thonë se ishte Merkel ajo që e ndali. Unë nuk dua ta besoj. Mirë, unë mund të them se të paktën ndërsa unë isha atje në administrat, nuk ishte Amerika ajo që e ndali shkëmbimin e trojeve. Mendimi im ishte se sigurisht që të dyja palët duhet të ishin dhe të dilnin të kënaqura me marrëveshjen. Askush nuk do të detyronte diçka mbi ata nga jashtë që nuk ishin të përgatitur të pranonin. Tani shumë njerëz në Ballkan dhe shumë njerëz në Europën Perëndimore thanë që nuk mund të kemi shkëmbime trojesh, sepse kjo do të thotë e gjithë historia e Ballkanit pas shpërbërjes së Jugosllavisë mund të ndryshojë dhe mund të ketë zhvendosje kufish kudo. Përgjigjja ime ndaj kësaj ishte se po flisnin vetëm për një rast kur të dy palët duhet bien dakord. Kjo nuk legjitimon asnjë shkëmbim trojesh tjetër kudo në kontinentin e Europës. Ambasador, personalisht mua më pëlqen që Amerika të jetë e përfshirë, jo Macron, jo Merkel në Ballkan, sepse me ata nuk fitojmë asgjë. Nuk e di a e pe diçka në Kopenhagen, kryeministri shqiptar tallej me presidentin Trump rreth paqes midis Azerbajxhanit dhe Shqipërisë dhe Macron qeshte shumë. Nuk e di a e pe, si reagon truri Trump nëse shikon diçka të tillë. Ai nuk pëlqen që ta tallë. Por kjo është çfarë ndodh kur ti di aq pak sa Trump. Ai nuk mund ta kuptoj sakt. Ishte Armenia dhe Azerbajxhani dhe Kaukazi, luftën e cilëve e ndaloi, apo lufta ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Një tjetër luftë që e ndaloi për të cilën askush nuk e di se po zhvillohej. Por gjithçka zhduket. Ai dëshiron çmimin Nobel për paqe. E dini se norvegjezët do të shpallin çmimin premten. Mendoj se ai është pak nervoz. Mendon se nuk do ta marrë çmimin. Thjesht po ju them dëgjuesve tuaj, ai dini rregullat për çmimin Nobel për paqe, të cilat janë në faqen e tyre të internetit. Thuhet se duhet të jesh nominuar për çmimin, jo më vonë se 31 janar i vitit në të cilin dëshiron të marrësh. Kjo do të thotë se Trump ishte vetëm president për 11 ditë. Kur afati përfundimtar u përmush, pra ai nuk do ta marrë gjithsesi. Në funeralin e Charles Kirk ai tha që unë nuk i fal kundërshtarët e mi. I urrej kundërshtarët e mi. E dini? Por problemi është se ai shikon vetëm Fox News. Nuk mendoj se ai e pa talljen nga Rama. Nuk jam i sigurt për këtë. Por mendoj se Trump do të ishte më i irrituar ndaj Macron se sa ndonjë gjë tjetër. Macron ka vështirësitë e veta në Francë, si mund ta shohim, ai sapo pati qeverinë e tij të fundit vetëm për 12 orë. Ai ka nevojë të merret me çështjet e tij në Francë. Pa e goditi Macron, e lanë rrugët e New Yorkut të famë. Po, a ndryshon politika ndaj Ukrainës sepse tani ai po thotë se Ukraina mund fitojë, apo kjo është thjesht një retorikë?
Po, mendoj se ajo që Trump po përpiqet vërtet që të bëjë është të tërhiqet nga përfshirja e tij në Ukrainë. Ai tha gjatë fushatës se do të bënte paqe midis Rusisë dhe Ukrainës brenda 24 orësh. Askush nuk e besoi. Por tani kanë kaluar mbi 8 muaj, nuk ka patur asnjë sukses. Pra mendoj se ajo që ai po thotë vërtet është fat në varë për të dyja palët. Unë do të shkoj të bëj diçka tjetër. Tani ai tha disa gjëra që ishin dobishme në lidhje me ndihmën ushtarake të vazhdueshme. Dofta ndihmë ushtarake shtesë përmes anëtarëve të NATO-s për Ukrainën. Shpresoj që të vazhdojë. Mendoj se mund të jetë kritike për Ukrainën që mund të ruajë pozicionet. Ambasador, a mendon se de facto sekretari i shtetit është Witkoff dhe jo Rubio? Çfarë mendon për Dick Grenell? A është ai përfshirë në oborin e Trump? Apo vetëm luan pazar me shqiptarët e Serbët. Unë mendoj se shumë njerëz po përpiqen të tërheqin vëmendjen e Trump. Ka fjalë se Witkoff do të lërë rolin e tij jo formal në fund të këtij viti. Kështu që ndoshta Rubio do të lejohet të jetë sekretar shteti. Por unë vërej se gjatë negociatave në Kairo për ripin e Gazës, që po ndodhin tani, Witkoff është i shoqëruar nga Jared Kushner, kështu që ndoshta Jared do të kthehet në administratë pas largimit të Witkoff. Kush e di? A është kjo një shenjë e mirë apo e keqe? Unë mendoj se është e keqe. Më kuptoni, mendoj se problemi shumë amerikanë. Duket se Witkoff dhe i biri Trump po bëjnë biznes, ndërsa Witkoff është në rajon. Familja Trump po bën shumë biznes në rajon. Të gjitha këto duke kryer supozuar politikat e qeverisë amerikane. Dhe dallimi midis aktivitetit tyre privat dhe aktivitetit publik është shuar. Kjo nuk është gjë e mirë. A mendon ambasador se njerëzit e tij, Kash Patel, prokurorja Bondi, do të vuajnë më pas nga administrata tjetër të njëjtën gjë që bën Juve, Kamit e FBI të tjerë? Po, ata mund ta përjetojnë dhe mendoj se ky është një problem i vërtet për shoqërinë civile në Amerikë. Tani Trump gjithashtu mund të dalë pas tre, duke i falur gjithë dhe gjithashtu. Mendoj se kjo është pothuajse paqe keqe sepse krijon një cikël që duhet thyer. Nuk ka justifikim për politizimin e departamentit drejtësisë. Nëse mendon se Biden i bëri kështu, atëherë duhet korrigjuar. Duhet të nënkuptojë diçka tjetër, përveç se të bësh politizim më të keq. Ambasador e fundit, Lëviqeza. Kisha shumë thirrje telefoni duke më thënë, a ka frikë miku juaj, Bolton? Jo, i thash, ai mbetet bukur. Është ikona e partisë Reaganit, e partisë Bushit. E drejtë. Do ta kalojmë dhe këtë. Do doja të mund të flis jam shumë, por nuk flas për çështjen. Unë nuk jam i friksuar. Kudo në Shqipëri.